Deputeti socialist Erion Braçe ka reaguar lidhur me dhunën që policia e shtetit ushtroi një ditë më parë ndaj minatorëve në Spaç, që protestonin për kushtet e tyre të punës. Në një sjellje të pazakontë, policët e Ilir Prodës kanë zgjedhur të ushtrojnë dhunë ndaj protestuesve, edhe pse nuk u lejohet të ndërhyjnë në organizime të tilla si në rastin e protestës së sindikatës së minatorëve. Braçe shpreh i revoltuar me ndërhyrjen e policisë së shtetit, e cila sipas tij është duke shkelur kushtetutën. Kjo sjellje e policisë së shtetit, policëve të caktuar në të është e papranueshme. Në të thuhet qartë, neni 50 të punësuarit kanë të drejtë bashkohen lirisht në organizata sindikale për mbrojtjen e interesave të tyre të punës. Neni 51.1 e drejta e të punësuarit për grevë, që ka të bëjë me marrëdhëniet e punës, është e garantuar. I gjithë konflikti në minierën e Bakrit në Spaç ka lindur se pronarët turq nën kontratë me shtetin për shfrytëzimin e asaj miniere nuk duan përfaqësimin e punëtorëve nga një sindikat e ligjshme. Kush janë këta që duan të mohojnë minatorëve një të drejtë kushtetuese? Në anën tjetër, në kushtet kur Shqipëria ka nevojë ulëritëse për punëtor, kjo sjellje brutale e policisë ndaj punëtorëve është e patolerueshme. Në cilësinë e komisionit që mbulon edhe punën e punësimit në kuvendi, kërkoi policisë të mos cënojë qoftë edhe një punëtor të vetëm fizikisht, siç ka bërë. I kërkoi inspektoriatit të punës të shkojë në Spaç. Këtë herë jo për drek pune, por për të garantuar të drejtat e punëtorëve, thot deputeti socialist. Rreth 70 minatorë në Spaç të Mirditës kanë pezulluar punën në galeritë e Kromit. Ata u grumbulluan në hyrje të kompanisë turke Tet Albania Tunnel and Mining (SHA), duke kërkuar nënshkrimin e kontratës kolektive që sipas tyre do të përmirësojë kushtet e punës dhe do të sjellë paga më të larta.